Në 7 vitet e kaluara, ne kemi humbur 17.000 nxënës dhe 7.000 student. Kështu shpreh Ministre e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janeva në panel diskutimin e qeverisë për të ashtu quajturin plan operativ. Prandaj ky plan i qeverisë, sipas ministres, është që të përmirësohet standardi i studentëve dhe të rinj t'i mbajmë në vend. Ajo shton se ndryshimet nuk mund të ndodhin sot për nesër, duke theksuar se efektet e masave që ndërmerren ndjehen pas 10 viteve. Planirano, organizirano. Në arsim, efektet e masave që i ndërmarrim tani do t'i shohim pas 5 deri 10 viteve, ashtu siç masa që nuk janë ndërmarrë vitet e kaluara në arsim i shohim tani. Ajo që po ndodh në shoqëri, gjithçka që kritikojmë, nisur nga krimi, korrupsioni, jo profesionalizmi, diploma të blera, është rezultati i masave të pandërmarra së paku 10 vite më herët. Qëllimi i masave, sipas Ministrit të Politikës Sociale për Demografi dhe Rini Gjoko Velkovski, është që të përmirësohet edhe situata e demografisë. Me planin operativ, Ministria Politikës Sociale, Demografi dhe Rini do të kontribojë sa më shumë që të rinjtë të qëndrojnë brenda në shtet dhe me këtë të formojnë më shumë familje që drejt për drejt ndikon në përmirësimin e situatës së demografisë. Drejtori i Agjencisë për Punësim Selatin Beluri u pyet se çfarë nëse tek plani për vetpunësimin e të rinjve del në 10.000 euro para të pakthyeshme, një i ri merr këto para dhe del jashtë shtetit. Nuk besoj që dikush do të formojë një subjekt juridik vetëm me qëllimin që t'i marrë afro 10.000 euro dhe të shkojë jashtë shtetit. Përkundrazi, ato të rinj që do të aplikojnë për të fituar grant, mendoj se kjo do të jetë motiv që ata të qëndrojnë në vend. Panelistët gjithashtu theksuan se është fshehësi publike se vendi ka mungesë të fuqisë punëtore dhe se sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, mungesë më të madhe kanë në ndërtimtari, hotelieri dhe prodhimtari.